astronaut or a pilot, a farmer, fisherman, motorbike rider. He can make your engine go. A bus driver. He can make your engine go. It's all about engine man. Teamwork. Engine man. Benji, Jollop and Dan. Kemi një urgjencë. Autobusi. Jani pra shok. Të shohim se çfarë ka ngjarë me Dotin dhe autobusin. Nuk po kuptoj si e ka hallin. Autobus kush Doti? Nuk qën ka këtu. Edhe as ti nuk po më duke shumë mirë. Pa të dëgjoj njerë motorin tënd. Oh, ej, autobus, na prit edhe neve. Faleminderit tan. Libri im I posaçëm çfarë të bëni kur motori prishet natën. Pa të shohim se çfarë thot. Atëre, këtu thot që autobusi po ecën në përgjum. Si t'ja bëjmë tani, Dan? Po, kur dikush ecën në gjum, duhet të mos ja ndash syt, por ama në asnjë mënyrë nuk duhet ta zgjosh nga gjumi. Mirë, shoku, ndiqe autobusin. Kujdes, Dan. Jo ka qafër. Heshni që të gjithë. Alo? Është astronaut Ali. E shikon Enji Benji. Ania kozmike donte të bënte një fluturim nate. Dhe unë po I thosha që ti fikte dritat sepse kishte kaluar ora për tërë në shtrat. Dhe këpam do të thuash ti autobusin. Dhe jo Dotin. Për vetëm autobusin. Shht, astronauti Al, nuk duhet ta zgjosh autobusin, sepse është somnambul. Me që nga kështu, ku t'i gjë unë? Shiko, Al, autobusi po shikon në ëndër si kur është në orar të punës. Ndaloj në shtëpinë tënde sepse atje ka një stacion, edhe donte të merrte një udhëtar. Pra, si mund t'ja bëjmë tani, Dan? Po, ngriu Al, përpara se të marrë në bord. Nuk mundem me Benji. Më ka mbaruar lëngu I raketës. Mirë pra, po që kështu puna. Fshihu. Po ku janë? Ja aty, Al? Anie kozmike? Jemi mirë, Enji Benji. Autobusi iku andej. Ku shkon zakonisht Doti pasi ndalon tek astronaut Ali? Tek fermer Fredi, sigurisht. Shpejto, Dan. Fermer Fredi do të mbledh tullumbacet e kuqes sonde sepse janë pjekur, edhe ai nuk e di se çfarë po ndodh. Eja. Shumë mirë e mari këtë I kontent. Kështu. Autobus? Përshëndetje, Fred. E ke parë gjë autobusin? Vesh, sanduiç me lakror. Çfarë është? Po I afrohet fushës tënde me vezë dhe me lakra. Po, vërtet. Shiko, Fred. Autobusi po ecën në gjumë. Nuk duhet ta zgjoj. Kështu që çfarë të bëjmë tani, Dan?
Tullumbace, Dan? Përse duhet ajo? Sigurisht. Ide e mirë. Shiko, Dan, autobusi po fluturon. Po fluturon në gjumë. Telashi vetëm tani, Dan, është si ta zbresim autobusin poshtë. Bëj mirë ta ndjekim, se kam frikë se mos përplaset me ndonjë yll. Apo edhe me hënën. Aeroplani im i dashur, nuk të zë gjumi? E di unë si do të vë në gjumë, do të tregoj një prall. Cila prall të pëlqen? E di unë, tani do të tregoj prallën e autobusit fluturues. Na ishte një herë e një kohë një autobus fluturues. Ja ku është, Dan? Ja ku është autobusi? Për ku t'jet nisur, val? E kuptova. Stacioni tjetër është shtëpia e peshkatarit Fin. Për atje duhet jetë nisur. Po sikur të bjerë në det, Dan. Qollop, më jep kockën celular. E çuditshme, peshkatari Fin nuk po përgjigjet. Duhet ketë vënd kufjet. Mos ndalo, Dan, nuk ka kohë për të humbur. Në rregull. E shikon ndonjëri autobusin? Ja tek është. Mos. Po ikën për nga deti. Çfarë të bëjmë tani, Dan? Stacioni autobusit, sigurisht. Nëse i tregojmë autobusit që ka ardhur në stacion, ai do të ndalojë dhe do të zbres përpara se të shkojë në det. Po si do t'ja bëjmë, Dan? Kjo ishte, Dan. Pak më lart. Funksionoi, Dan, ndaloi. Tani ule poshtë autobusin. Me ngadal. Të lumë, Dan. Duhet më ngadal. Ngadal. Të lumt, Dan. Tani duhet vetëm që ta ndjekim për në shtëpi. Ashtu, Dan. Pa janë zjerë gjumin. Jë lumt, shok. Autobusi është në shtëpi, shëndosh si molla, dhe ne mund të kthehemi të gjithë në shtrat. Kush është kjo? Që nga Doti. Çfarë do ajo? Biletat ju lutem. E di çfarë, Dan? Mendoj që edhe Doti po ecë në gjumë. Po, Doti, do të marrim 3 biletat, lutem. Falenderit. Natën e mirë, Doti. Natën e mirë, autobus. Vum.